E të kemi në kuzhinë, mirë se erdhët, mirë se të gjeta. Mirëmëngjes. Përshëndetemi me shikuesit, me zonja tona besnike që janë duke na ndjekur në ekranin e Report Televizion. Ju tregojmë pak vezët tona, se dje treguam procesin e ngjyrjes së tyre. Padyshim që një pjesë e konsiderueshme përdorin atë ngjyrën e kuqe, simbolike të Pashkës, por tradita tashmë ka ndryshuar, pasere sjellim edhe ngjyra të tjera, simbolike është e kuqja, po këtë e dini ta bëni të gjithë. Kështu që Albana solli 3 mënyra me produkte të konsumueshme për t'i ngjyrë dhe i kemi për pak vintage, tha Albana. Biles, unë do të lëve vajnë, sa të bëjmë punë të tjera, ti i jep. Dihet që shkëlqimi i vezëve me vaj duhet të nesërmen. Duhet të nesërmen, vërtet. Unë di për shembull i bëra me bojën që ti më kishe sjell, rrofsh të kuqe. Ngjyra e kuqe, që është simbolikja e Pashkës. Është shumë e thjeshtë, pastaj pa ato dekoret me simbolikat e Pashkës janë sipas preferencave. E lavdron mogosi të sheva. Ende nuk i kam lyer me vaj do thoja. Ktu është, ja, koperi që i kishin vënë. Ja shikoni ke? Koperi tek zjerja e... Ja, është lulja e koperit, gjithja e koperit. Qepëve të kuqe. Po. Ndërsa... është e fuqishme. Kjo ngjyra është nga ajo lakra e kuqe. Ke edhe majdanozin. Me të, dalin këto ngjyrat. Ja, me këtë ngjyrën blu, jeshile, si zhuzhak është kjo ngjyra, çfarë ngjyre mund t'i konsiderojmë? S'ka nevojë për dekore, se janë marrë dekoret vetë. I kam bërë që mos të merri ngjyrë tërësisht, plotësisht. Prandaj është vintage, prandaj të jetë ajo... Me turmerik është kjo ngjyra e verdh, ndërsa me... Kjo më pëlqeu më shumë dhe kjo është e preferuara jonë, me koper. Mos harroni, mos i hidhni ato çorapet e vjetra që ju keni, i prisni, sepse keni mundësi edhe nesër, unë për shembull vezët e mia do t'i bëj nesër. Shumë mirë. Dje nuk arrita të bëja dje, sepse isha shumë e ngarkuar. Do t'i bëj nesër, patjetër do t'i bëj me modele të tjera, do t'i bëj me pak varak, mund t'i vendosni, si të doni ju, mjafton të jetë një ritual, mua më pëlqen. Dhe unë si Albana e them shpeshherë, mua më pëlqejnë festat, por nuk pres që shpirtin tim ta pastroj në ditën e festave. Këtë po. Absolutisht. Është një mesazh shumë i bukur që e përcjellim, që njeriu duhet të festojë dhe të jetë i gëzuar. Po ti je e plotësuar, nuk ke energji negative. Të gjithë ju që mua më thoni për shembull, o Albana, duke sikur unë jam në prizë, sepse unë me veten time jam gjithmonë në paqe, ndihem mirë dhe në fund të ditës, kur do shtrihem për të fjetur, di që shpirti im është i pastër, nuk kam prekur, nuk kam cënuar askënd. Dhe faleminderit Zot për këtë. Po. Kjo është lutja ime më e madhe. Dhe mesazhe të tilla. Ndërkohë, me shkëlqimin që ju dham vezëve, le të shkëlqejmë tani dhe të recetat, çfarë gatuajmë sot? Sot kemi, unë kam vendosur për 2 persona, normalisht, mund të vendosni një shpatull, mund të vendosni 2 pjesë, mund të vendosni 4 pjesë, nuk është rëndësishme. Dhe ato që nuk festojnë nuk do vendosni shpatull, do vendosni si një drekë të zakonshme. Këtu unë kam mishin e qingjit, që e kam lënë në qumësht. Për të ruajtur butësinë. Po, butësinë e kam lënë në krip. Kështu mund të bëhet edhe qumëshin në bidon dhe fal dhuratës. Dhuratë unë të këtu e kam marrë recetën, normalisht i njoh dhe recetat, patjetër që i njoh, sepse është vetë puna ime, por kjo është dhurata Thanasi, është sot e ftuar në ndërkohë për të folur për traditë. U them është aset në kulinarin ton. Po, pikërisht edhe për traditat, edhe si eksperte gastronomisë, njoh se shumë e mirë. Është edhe ndër vite i pëlqejnë këto traditat që ndodhin nga veriu në jug, të vjetrat, unë ndjek shumë sa vinë dhe u mbasin, por përmes dhuratës edhe personazheve të tjerë të cilët e duan traditën, ne do t'i ruajmë ato thellë brez pas brezi. Tani, ti tregojmë pak produktet se çfarë duhet përveç qingjit tjetër? Ti vendosum të gjithë marinimin dhe më pas. Okej, marinimi është proces më vete, kështu që të vëmendje kjo pjesë. Shtoj kripën. Shtoj. Rigon. Piper. Trumës. Kripën. Mustardën.
vajin, lëngun, e një limoni. Nuk do t'i çoj dëm lëkurën. Do të marr lëkurën e limonit. Pa kapur pjesën e bardhë. Më duhet Bollshëm lëkurë limoni. bollshëm që të ndihet ajo era e fuqishme, aroma. Po. E keni vënë re për shembull, errat e rënda, themi erë, kurse çan e këndshme është aromë. Ktu është edhe ndryshimi. Po edhe kur edhe shqipton është më shkon më prum. Do të shtoj edhe pak fare vaj dhe largoj pak sa. Pra kemi edhe një hudhër për t'i shtuar. Edhe disa lakrishte të ndryshme japin edhe lehtësojnë shijen e rëndë dhe të ndryshme të mishit të qingjit. Normalisht. Si jugu për shembull që kur përdor mishin e qingjit apo të kecit, përdor shumë energjik, bimë aromatike, sepse ekuilibrojnë sadopak yndyrën e mishit të qingjit. Tani siç e ndoqët, kemi marinuar copat e mishit, duke ju rikthyer edhe një herë se çfarë hodhëm aty në tas, fillimisht pak qumësht dhe mishin e qingjit. Shtuam erzat, kripën, ndër erzat përmendim rigon, rumz, piper të zi, lëkurën e limonit, lëngun e limonit, mustardën, hudhrat dhe padyshim kripën dhe pak vajulliri. Filloj tani dhe një rëzjerje e mirë. Nuk është e nevojshme që unë t'i kap. Një dorez, një dorë mjafton. Niki, keni edhe në ekran, që do bëjmë këtu? Tek tenxherja. Pra, qingji marinuar me lakërishte. Marinimi është proces tjetër, lakërishtet apo gjethet jeshile, do t'ju tregoj tani se çfarë kemi përzgjedhur në tasin ton. Na duhet 1 kilogram lakërishte të freskëta që tek spinaçi, pazia edhe deri tek gjethet e lulelakrës ka zgjedhur Albana për këtë recet. Mishi i qingjit, 3-4 lugë vajulliri, 1 kokë hudhër, mustard 1 lugë gjelle, 2 lugë gjelle majdanos, 1 lugë gjelle koper, 1 lugë gjelle nenexhik, lëngu i 2 limonëve, po ashtu edhe lëkura e njërit prej limonëve. Krip dhe piper sipas shijes tuaj dhe disa degë rozmarine, ose nëse nuk i keni, përdorni dhe rigoni. Këtë mas të marinuar tani, Albana po e vendos në tenxhere. Në një letër pjekeje dhe në një tenxhere e cila kam përshtypjen të jetë e trash, që të mos që të do ta mbuloj zjej avash avash. Edhe disa udhra të tjera që të plotësohet sasia. Këto hudhra do bëhen, nuk është edhe gabim që hudhra të jetë me lëvozhg. Kur bëjmë thjerëzat, hudhra duhet të jetë me lëvozhg. Dhe normalisht me një letër tjetër sipër, në një furrë të parangrohur, pak më e ngrohtë se sa kur pjekim tavat edhe byrekët. Dhe direkt në furrë me nxehtësi të lartë. 220, 250. Të vendosim të mbuluar me letër pjekje
dhe me kapak. Do vijoj, do të shkrihet ai mishi, do të marinohet, erza do të bëjnë punën e tyre duke u kombinuar mirë me njëra tjetrën, duke i dhënë mishit këtë aromë fantastike, derisa të piqet deri në fund do një orë gati ndoshta apo jo. Patjetër. Do pak kohën e vet. Kalojmë, ja, te lakrishtet. Pasi të jetë pjekur mishi, do jetë edhe pjesa e bashkimit pastaj me lakrishtet. Unë do të shtoj pak vajin të lutem. Tani kur themi lakrishte, çfarë të gjeni ju? Se varet çka ka aty afër lagjes, çfarë shitet? Edhe lakra e zezë. Po. Çfarë do prandaj thotë lakrishte? Çfarë është lakrishte? Çfarë është me gjethe jeshile? A, Bimat aromatike po ashtu? ishte në një studim. Një 12-13 lloje i kemi në treg. Po të zgjedhin 2-3 prej O, tyre. sa të duash për a bëjmë brekull me 12 jeshilliqet. Për ditën e verës. Po, përfshirë Pra, bimët. ke sa duash ke. Unë i rash shkurt fare. Dhe më dueshin gjethe të forta. Pra, do merja më duhej që të merja lule lakrën edhe brokolin dhe ja mora. Ja, kaq. Po, çfarë nisi të thoje se unë të fillova për punën me e vajit, lakrishtet? për punën e vajit. Dhe vaji më i dobishëm, është vaji i luledjellit. Vaji më i dobishëm. Për Pra këtë nuk ka s'ka një 4-5 ditë që e kam lexuar, ndër të gjitha vajrat, vaji i luledjellit për të gatuar është më i duhuri. Po. Pra, sepse është ai koncepti që e përdorin vetëm për skuqje. Po jo, ka praninë e vitaminës C, cilën mund ta shfrytëzojmë shumë mirë nëpër sallata, vaji i luledjellit, vaj bimor, kështu që janë disa truke dhe ose disa njohuri që duhet i dim të gjithë. Ke vendosur një thelpi hudhër për të marrë sa të më marri aromë vaji. E lë pak sa. Derisa të filloj dhe të zbardhet pak hudhra, jo të bëhet në gjur kafe. Po. Këto lakrishtet nuk besoj do t'i vendosim në furrë, thjesht do t'i japim atë zbutjen e duhur. Në vetëm thjesht do t'i shërbejmë dhe ja. Po, se se kanë edhe pak ujë nga shplarja mirë. Sepse më duhet t'jetë me ujë. Më duhet që t'jenë me ujë. Kaq. Pa, më duhet. Kjo mas. Bushim një tigam plot me gjethe jeshile, me lakrishtet tona. Ja, edhe këtu, pastaj ju po të doni, ka patjetër që ka dhe po të doni. Marrim me këto 2-3 gjethe që kanë rënë. I vendosim edhe një kapak, sepse i duhet koha tani për të zbutur ullur nivelin e tyre. Thjesht. Ja. Një trazim. Nuk do t'i lëm që të filloj të rrudhen. Po. Sepse nuk na duhen të tilla. Sa tullet volum që t'y shtojmë edhe kripën. As kripën, unë nuk ja shtoj tani, sepse unë po të dua për shembull. Na gënjen mendja tani me këtë volum që kanë, se do të jetim në bazë të këtij volumi kripën, ndërsa kur të ulet niveli i tyre që bëhet një masë më e vogël, do të na duket si e kemi hedhur më tepër se ç'duhet krip. Tani. Unë mund të përdor? Ti mund të përdorësh po. Nuk shtoj fare kripën, por këtu dhe në fund fare unë i bëj një spërkatje me fara susami. Gjë që fare të susamit prapë shkon i marti. Ti shkoj i marmër. Gjetëm më vështira i vëniki. Rikthehemi, po vazhdojmë të përgatisim mish qingji të marinuar mirë me një shije fantastike, shoqëruar me lakrishte të ndryshme. Mishin e qingjit për ju që sapo jeni bashkuar ekranit ton, e kemi marinuar dhe kemi vendosur në furrë për t'u pjekur. Tani po merremi me lakrat e ndryshme, të cilat i vendosëm në vaj të aromatizuar me hudhër. I spërkasim me pak limon, me lëng limoni. Dhe që të mos shtojmë kripën, pra një sasi krip aty, kemi vendosur që të përdorim salcën aceton balsamike Ponti. Për një shije më të mirë, krijohet një masë
kremoze aty, edhe zëndosojmë në një farë mënyre kështu edhe sasin e kripës. E përzje. Tani, do të ngre volumin, sepse i kisha me zjarë shumë të avasht, thjesht sa unë doja t'i zbusja. Ja. Përdorim edhe susamin. Të gjithë të masë. E di që ju, kur e pak nga ekrani, që unë shtova, ju duk si shumë. Por, pastaj, ja. Tani shtojmë pak fare sa për një prekje, ja, një prekje, të letë, ja. Derisa kjo mas të bëhet gati, do t'jetë patjetër përpara se të piqet mishi qingjit, se lakrishtet shumë pak minuta duan, sa të zbuten. Kaq duan. Thjesht, në bazë të shijes, nëse ju doni, mund të shtoni limon më tepër. Ja, kaq. Kaq. Të ruajmë edhe ngjyrën. E vendosim. Ngjyrën e tyre jeshile, sepse në këtë mënyrë nuk i humbasim edhe vlerat e tyre. Ja, shkoha që të ushqemi në ngjyrë të klorofilt për t'i dhënë trupit energjinë e duhur për të pastruar trupin nga toksinat, për pastruar gjakun. Këto sallatat janë tepër të shëndetshme. Sa më shumë jeshilloqe, aq më mirë për trupin tuaj, për çdo. Edhe për fëmijët, edhe për të moshuarit, për çdo. Një spërkati e lehtë me vaj, këtu të vendosim mishin apo jo? Mishin e vendosim sipër lakrishteve. Aty, kur të bëhet gati se i duhet. Kjo është tradita e mishit të qingjit me lakrishte, është tradita e Pashkës. Unë e bëra më familjare, më të pak. Një qingj se cilim do të thush. Një mast të vogël për të sjellë shembullin. Por rruga është e njëjtë. Si ju ta marinoni dhe një herë po ua kujtoj, mishin e qingjit do të përdorni disa erza dhe kombinimi i tyre jep një aromë fantastike dhe bëhemi gati ndërkohë me Albanën për recetën tjetër. Pra 1 kilogram lakrishte të freskëta, do t'i zbusni, marinoni erza, lëng limoni, po ashtu edhe pak salcë balsamike nëse e keni, 1 kilogram e gjysmë mish qingji, 3-4 lugë vaj ulliri, 1 kokë hudhër, 1 lugë gjelle mustard, 2 lugë gjelle majdanos, koper, nenexhik, 2 limon për lëngun, lëkurën e limonit, krip, piper për shijen tuaj dhe rozmarin ose rigon përsëri tek mishi para se ta vendosni në furr, duke e mbuluar me letër pjekje apo me kapak nëse keni një tenxhere që e përdorni edhe për në furr. Nga ngjyrat e tiganit me sallamin dhe specat, tek mishi qingjit dhe lakrishtet t'i vendosim të gjitha së bashku. Base i shërbejmë, ndoshta mishi do të dojë dhe më tepër, por çrën si kanë, po e tregojmë deri në këtë fazë që është. I lëmë ashtu siç janë, se procesin do ta lëmë të vijojë edhe për minuta të tjera. Nga receta e parë e mishit të qingjit, tek ëmbëlsira, për ta zbutur pak, edhe deri tek sallamet me specat, besoj që kemi arritur të ndërtojmë një tryezë me ngjyra, me shije dhe që t'ju kem pëlqyer.